Heroi ynë kombëtar, Gjergj Kastriot Skënderbeu, u tradhtua pikërisht në nipi ti, Hamza. E po, ju duhet dini diçka tjetër, që ne jemi ai populli i Isa Boletinit dhe Ismail Qemalit. Ata janë populli i Axhi Qamilit. Ne jemi populli i Mithat Frasherit dhe Abbas Kupit. Dhe janë populli i Mehmet Shehu dhe Enver Hoxhës. Ramaik! 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 E po, dashur vëllezër dhe motra, ne jemi ai njëjti popull që para 35 viteve patëm atë kurajon dhe dolëm shesh në këtë ditë të shenjtë dhe odhëm poshtë statujon e Enver Hoxhës. Po ndërsa këta tjerët, po ku ishin? Fshieshin si minj, frikacak në blok. Po pse kanë dalmacet, po vlla? Po e dini pse bënin këtë gjë? Pse fshieshin si minj? Po kishin frikë na ju, kishin frikë na populli, kishin frikë që do t'u kërkonit llogari për 40 vjet komunizëm, 40 vjet diktaturë. E po, problemi i kësaj race politike, ju duhet dini, është që ata mendojnë që jemi gjithë si ata, që jemi shpirt lig si ata. Por gabohen. Ne nuk jemi këtu as për akmarrje, as për urrejtje. Ne jemi këtu për drejtësi. Ne jemi këtu për dinjitetin ton njerëzor dhe kombëtar. Edhe unë si Alessandro Gjufi jam krenar që janë shqiptar. Ama më thyet zemra kur vin këtë vend dhe shikoj këto pallate madhështore, por që janë bosh. Ama më thyet zemra kur vin këtë vend dhe shikoj këto shtëpitë zbrazura, këto qytete pa njerëz, pa të rinj. Ama më thyet zemra kur vin këtë vend dhe shoh në parlament, për të cili mira e mira shqiptar kanë vënë jetën me Zeqinen dhe Sara Milën që zgërdhjen me njëra tjetrën. Ama më thyet zemra kur vin këtë vend dhe flas me brezin tim që nuk ka më asnjë ëndër, nuk ka më asnjë shpresë, duke ndjekur të vetmin modelin atij gangsterit. Po si mund mos ta ndjekin këtë model, ku ne gangsterin e kemi atje? E po, dua të them një gjë të fundit, dashur miq. Gjyshi im më ka lënë një amanet, edhe kam këtu me vete. E ka shkruar në një letër, i ndjeri gjyshi im, edhe këtu më ka thënë: O Aleksandro, mbaro shkollën e lartë dhe ktheu në Shqipëri. E po, dashur miq, e po, dashur vëllezër dhe motra, e kuptoni që s'ka as bir prokurori, as bir sigurimsi që mund dal as mua, as secili prej jush. Sepse Shqipëria nuk është e tyre, Shqipëria është e jona, rroft Partia Demokratike, rroft Shqipëria, rroft populli shqiptar, Zoti ju bekoft, e hajde çpori komunizmin o burra! Ramaik! Ramaik! Të gjithë bashkë, Ramaik! Ramaik! Poshtë komunizmi! Ftojmë në këtë momente në podium një zonjë luftëtare, kryetare e Partisë Demokratike të Shkodrës, zonjën Eliona Shkreli. Mirëmbrëma, mirëmbrëma të dashur qendrestare dhe qendrestar. Mirëmbrëma të dashur guximtare dhe guximtar. Ju që sot shënoni histori, ju jeni heronjt që do të shënoheni me shkronja të arta në historinë e Shqipërisë. Ju që do të shporni diktatorin Edi Rama dhe regjimin e tij, të lidhur kokë e këmbë me bandat e krimit dhe me parat e drogës. Mirëmbrëma, i nderuar lider i Partisë Demokratike dhe i Opozitës së Bashkuar, profesor doktor Sali Berisha. Unë vi nga Shkodra e Lirisë. Unë vi nga qyteti simbol i revoltave të para antikomuniste. Jam krenare, sepse vi nga qyteti ku demokracia ka lindur. Jam krenare, sepse Shkodra ka qenë e para gjithmonë në lëvizjet antikomuniste.
por fatkeqësisht Shkodra sot është e grabitur. Është e grabitur nga një person